Mirë, rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit për një tjetër detaj të protestës që besoj në këto 15-20 minuta kohë që na ka mbetur do të kemi mundësi ta diskutojmë me kolegun Isa Myzyra edhe një herë, pasi një pjesë e protestuesve ka ndërmarrë një nismë dhe konkretisht një grua, e cila ka vendosur që nëpërmjet firmave të çojë përpara drejt SPAK-ut një nismë që lidhet me librin e famshëm tashmë Albanian Files, ku shfaqen pikërisht projektet e arkitektëve më të mëdhej të botës, por që ka shkaktuar mjaft polemika. Isa, edhe një herë mi mbrëma, ndërkohë mendimin e gjithë do doja që ta kishim këtë pamje pikërisht të momentit ku mblidhen firmat për çfarë konkretisht. Ja ku është pamja po. Një grup aktivistësh ka ndërmarrë një nismë. Po, Isa, vetëm po shohim pamjet, në mënyrë që ta shpjegojmë edhe për publikun, është kjo nisma e ndërmarrë në mënyrë që ky libër të shkojë në SPAK, por në ç'kuptim dhe megjithëse kam dhe një avokat në studio, do doja ta pyesë pak më vonë, cila është nisma konkrete? Po, një grup aktivistësh ka ndërmarrë një nismë për të dërguar një kallëzim në prokurorinë e posaçme kundër kryeministrit të vendit zoti Edi Rama në lidhje me librin The Albanian Files, një libër i cili përfshin dhjetra qindra projekte nga arkitektët më të njohur në botë, një libër voluminoz prej 750 faqesh. Ajo çfarë kemi arritur të mësojmë është që pra janë duke u përgatitur, pra kallëzimi është bërë, janë duke u përgatitur firmat e qytetarëve, pra ato që kanë qenë ditën e sotme në protestë dhe kush ka pasur dëshirë për të nënshkruar kallëzimin që do t'i dërgohet prokurorisë së posaçme dhe bashkëngjitur dhe libri The Albanian Files. Na mbetet për ta parë ditën e nesërme kallëzimin pra se çfarë sipas aktivistëve mund të përbëjë një precedent penal, kush nene janë shkelur, çfarë ligji është shkelur me këtë libër për ta elaboruar saktësisht se për çfarë akuzohet kryeministri i vendit zoti Edi Rama në lidhje me këtë libër. Kujtojmë se në podcastin e tij të së dielës zoti Rama tha se libri është një prodhim i arkitektëve më të mëdhej të botës, pra atë se çfarë duhet të ndërtohet dhe si duhet të duket Shqipëria moderne, kryesisht kur tani më qeveria është fokusuar tek jo më tek turizmi masiv që kemi pasur deri këtë vit, por tek një turizëm tjetër, një turizëm elitar që zoti Rama vetë ka thënë që vetëm ai është shpëtimi për dhe e ardhmja e Shqipërisë. Nesër në orën 10 aktivistët kanë bërë thirrje që dhe qytetarët të shkojnë përpara prokurorisë së posaçme për ta dorëzuar kallëzimin. Simbolikisht pasi kallëzimet të prokurorinë e posaçme, ashtu siç e dim, pra duhet të dërgohen të gjitha me postë. Mirë, falenderoj Isa, vetëm një përmbledhje shumë shkurt, meqense po shkojmë drejt fundit të protestës së sotme apo jo. Me sa shoh dhe njerëzit nuk është se janë më në shesh. Po. Ja këtu janë dhe pamjet drejt për së drejti. Po, është mbyllur protesta edhe është mbyllur protesta dhe mbrëmjes së sotme, protesta e 31 me radhë, është bërë një muaj që kur qytetarët janë duke protestuar në mënyrë të përditshme këtu në sheshin, në bulevardin përpara kryeministrisë, tani më duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe ndrimin e një klase politike e cila e ka udhëhequr vendin prej 36 vitesh. Okej. Përveç incidentit me atë zonjën, nuk është e patëm diçka tjetër të veçantë për ditën e sotme? Jo, në fakt nuk ka pasur asnjë incident tjetër ditën e sotme dhe marshimi shkoi tërësisht i qetë. Qytetarët u ndaluan për disa momente përpara parlamentit të Shqipërisë, aty ku gjatë paraditës kishte episode dhune dhe më pas vijuan marshimin e tyre të qetë edhe përpara se listë e Partisë Demokratike ndaluan disa momente duke thirrur opozitë e shitur dhe më pas qytetarët vazhduan marshimin e tyre për ta përfunduar këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Mirë, të falenderoj Isa për këtë raportim të fundit për emisionin Repolitiks, ndërkohë ne vjojmë edhe me pak minuta pikërisht te kjo temë